Të nderuar të pranishëm, familjar të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë ligjore të Kosovës, komandant dhe prorë të ushtrisë ligjore të Kosovës, bashkëluftëtar gjithandej trojë shqiptare, kryetari i Deshanit zoti Bashkim Ramosaj, general Qeku, Berisha, general i FSK-s Hysen Dreshaj, i nderuar komandant Ramush Haradinaj. Struktura të qeveritare të nivelit qendror dhe lokal, deputet, kryetar komunash, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta UÇK-s, niveli qendror dhe lokal, përfaqësues të FSK-s, të policisë së Kosovës, të klerit fetar, qytetarë të Deshanit, Dugaxhinit, Kosovës dhe gjithë niseve shqiptare të nderuar të pranishëm. Kemi ardhur këtu në Glloxhan për të shënuar 27 vjetorin e OPP-s së Dugaxhinit dhe 26 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Në ndërim të kësaj date historike, ky manifestim dhe ngjarje tjera kulturore dhe sportive janë organizuar nga Komuna e Deshanit në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta e UÇK-s. Jemi këtu në Glloxhan për të përkujtuar 24 marsin e vitit 1998, betejën e lavdishme të Haradinajve të Glloxhanit, betejën e parë frontale të UÇK-s në Dugaxhin e në Kosovë, betejë kjo e larë edhe me gjak dëshmorësh. Jemi në vendin kur 27 vite më parë nisi fuqishëm lufta çlirimtare. Jemi këtu në Glloxhanin e historisë së luftës së UÇK-s, kur Pushk e Djaleris ju kthye ashpër servis. Në Glloxhanin e lavdis pranë kullës kompleksit memorial të dëshmorëve të kombit. Në Glloxhanin e burrave të mëdhenj, Bacës Ismail, Bacës Ilmi, Luanit, Shkelzenit, Gazmendit, Agronit e Himës dhe trimave të tjerë heroj të Glloxhanit e të Kosovës. Shqiptarët po përpeliteshin me jetën të jesh apo të mos jesh. Serbia dita e ditës shtonte zullumin. Në pranverën e vitit 1998, forca serbe ndërmarrën operacione dhe sulme të mëdha për shtypur lindjen, rritjen dhe rezistencën e ushtrisë ligjore të Kosovës. Marsi i Asharëve dhe Prekazit, marsi i Haradinajve dhe Glloxhanit ishin kushtrim për trimëri, vetëdisim, mobilizim, qëndres, vetëflim dhe simbolizim. Marsi i vitit 98 tregon se si duhej atdheu, se si duhej liria, se si behej heroizmi dhe vetëflimi për liri e pavarësi. Forcat të mëdha serbe msyn Glloxhanin, por nuk u doli ashtu siç i kishin menduar dhe planifikuar. Qendresa e familjes Haradinajve dhe djemve të Glloxhanit i beri që me turp dhe me humbje në njerëz dhe në teknikë ushtarake të ktheheshin nga kishin ardhur. Nga radhet e çlirimtarëve, betejë nxori trimat vërtet, nxori heroj të kombit, atë ditë rand për të mos vdekur kurrë, Gazmend e Agron Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Luftimet në Glloxhan u karakterizuan me rezistencë të fortë të njësiteve të UÇK-s. Betejën e udhëhoqi Ramush Haradinaj, njëri ndër komandantët më të njohur të UÇK-s. Në këtë betejë ishte Ramushi me krejt familjen, me bab, vëllezër, motra, me kushëri e bashkëluftëtarë tjerë. Beteja UÇK-s kundër forcave serbe në Glloxhan në vitin 1998 ishte një nga përballjet më të rëndësishme gjatë luftës në Kosovë dhe vlerësohet si një ndër ngjarjet kyçe të luftës në Kosovën tonë. Për shumë arsye këto, arsye strategjike me efekte politike edhe ndërkombëtare, arsye motivimi u bë simbol i qendresës për shqiptarët. Dje, sot, nesër dhe gjithmonë do të vlerësohet si ngjarje e rëndësishme e trashëgimisë historike dhe kulturore e popullit tonë, përfshirë historinë, dëshmorët dhe vendngjarjen, armët e luftës e detaje të tjera. Edhe kjo betejë që volos me gjakun e dëshmorëve tregonte qartë se për të mbrojtur atë vend, për të fituar lirinë, duhej derdhur edhe shumë gjak. Dëshmorët janë vlera me sumblime e kombit tonë, sepse ata sakrifikuan jetën e tyre për lirinë, pavarësinë e vendit tonë. Gjaku i dëshmorëve,
lufta e UÇK-s dhe sakrifica e popullit tonë bën që ne të festojmë sot lirshëm edhe 25 vjetorin e ndërhyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Ngjarje dhe kjo po aq e rëndësishme për luftën dhe historinë tonë. Andaj, në përkujtim të betejës së 24 marsit të vitit 1998, duke përkujtuar dhe nderuar dëshmorët e 24 marsit dhe gjithë dëshmorët e kombit për nderuar luftën e lavdishme të UÇK-s, ju ftoj me 1 minutë heshtje. Lavdi. Para jush, me një fjalë rasti, ftoj kryetarin e komunës së Gjakovës, zotrin Ardian Xhili. Faleminderit shumë të gjithëve, i nderuar kryetar Haradinaj, komandant, nderuar epror të ushtrisë qendrore të Kosovës, veteran të luftës, kryetar të komunave, general të FSK-s, bashkëqytetar dashur e nderuar në Naruk. Na për çdo vit flasim në Glogjan, në Prekaz, i kujtojmë historitë mundin, gjakun, këtë çka kem bo si popull, po ndoshta nganjëherë mendoj që 100 vjet prej sot, në 127 vjetorin kanë me folë ma mirë se na. Se s'kanë me e pas e në menit vetën barën që e ka se cili që sot është i gjallë. Po si do qoftë, edhe pse flasim, nganjëherë ngurojmë me i thonë do sene, që janë interesante për mendimin tam, edhe unë kom me provu me i thonë. Prekazi dhe Glogjani janë të lidhur me zveti në mënyrën më të jashtëzakonshme të mundshme. E kanë nisë historinë tonë të re, e kanë nisë lirinë tonë. Edhe gjithë ata që kanë qenë gjallë, edhe që i kanë pa fotografi, gjirimet, janë mush pesë, na ka dhimbë zemra. Shumë dhimbë kem pas. Po edhe jemi motivu shumë. Dhimbë të cila edhe sot na përcjell bashkë me lavdin, bashkë me krenarin. Por qa kishtë qenë diçka shumë ma keq, është gogja zërë me e thonë, po ky populli joni që ndoshta dikush edhe ka dilema, sot duhet me paramendu qa kishtë ndodhë nëse i kishim pa luftarët tonë të dorëzu. Qysh ishim ni, qa kishtë ndodhë me ne, qa kishtë ndodhë me historinë tonë. Po, ndoshta dikush kishtë shpëtu për veti. Por na e fëmijët tonë kishin vazhdu me vdek për çdo ditë për zgjalli. Kur gjë nuk kishte ndodhur me ne, vetëm kishin vazhdu me vegjetu edhe me vdek për zgjalli. E për shkak se 3 javë para Glogjanit, jashat e kanë bërë atë sakrificë sublime, na sot jetojmë, edhe kur dikush thot që jemi ringjallë si popull, kjo është kuptimi i ringjalljes, se dikush ka ra për me u çuna prapë në komë, për mos me vdek për zgjalli, për çdo ditë. E në Glogjan, para 27 viteve, veç duhet me menu qysh mundet me ra aq pak njerëzve e në shpatula aq shumë histori. So zër është mi kuptu që aq pak njerëz majnë aq shumë në shpatullat veta, me jetën e vetë. Është pa besueshme, edhe prap sa do ronë që do këtë me e përmen. Na jemi qunë kom, jemi ringjallë se kem lyp me e marrë dhe na një copë të asaj bare aq të madhe historike, jashtëzakonshme. Për shkak se Haradinajt nuk janë dorëzu, veç paramendoni, nuk kanë dorëzu qa kishtë ndodhë me ne. Qa kishtë ndodhë me popullin tonë, me i pas pa të 2 familje emblematike, diqysh të dorëzu. Po, kryetar Haradinaj, komandant, për shkak se si jeni dorëzu, e për shkak se keni jetu me luftu edhe matutje, këtë populli i Kosovës ka marrë zemër, është gjallë, në gjunë komë, kanë besu që mujnë me bo diçka. Kjo është mesazhi i kësaj epopeje. Mesazhi është heroizmi që e përmendim, po na jemi në gjallë, këtë populli. Po qunë kom ka nisë me besu që po bëjka, po mujkem, po kem zot. Edhe na si popull
duhem me qenë jo vetëm falenderues për me thonë, jo vetëm për me tregu që jemi falenderues, po na si popull duhem me qenë falenderues për shkak se duhem me përsëri. Shumë pak njerëz kanë marrë mbi vete tepër shumë histori e tepër shumë fat tonin. Fatmirësisht, shumë e shumë luftar tjerë janë bashku luftës. Shumë e shumë djem e vajza e kanë marrë guximin me u bashku në luftë. Edhe kur gjë tjetër nuk e kish prodhu 24 marsin e vitit pasues, 24 marsin e natë dhomës. Kur gjë, asnjë lutje, asnjë përgjërim nuk e kish sjell 24 marsin e natë dhomës përpos asaj beteje, përpos luftës, përpos gjakut. Se kërkuj nuk i mushet mendja që na kemi dashur me të vërtet liri nëse si kishim pas ata pak njerëz që kanë marrë këtë historinë mbi shpatullat dreta. Unë po du me mbyll fjalën time këtu edhe njerë të ju thonë gjithve. Kujtojini të kundërta, kujtojini çka na kish ndodhur nëse nuk na kish ndodhur Vllëxhani edhe Prekazi, edhe atyre po besoj unë që edhe na jon troll, shumë troll janë ata njerëz që mujnë me e pas na i skips, çfarë do, nisin me e kuptu peshën e 24 marsit vitit 1990. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi e përjetshme familjeve të dëshmorëve, qofshim me jetë gjatë gjithë, e gëzofshim lirinë edhe pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë gjithëve. E falenderojmë kryetarin e Gjakovës zoti Gjini. Njëkohësisht thrasim para jush ish protagonistin kryesor të 24 marsit të vitit 1998, komandantin më të lavdishëm të UÇK-s, e thrasim ish kryeministin e Kosovës, kryetarin zotërim Ramush Haradinaj. Shumë faleminderit gjithë juve që edhe pse me shi po qëndrojmë në këtë vend. Faleminderit gjithë që keni ardhur me bëu nderime në memorial më herët, me nderu Tiranë për liri. Po ashtu faleminderit gjithë që mbani gjallë kujtimin për luftën, për Tiranë për liri, për sakrificën e brezhave tonë. Sot veçanërisht përshëndes familjet e Tiranëve në ditën e sotit të Agran e Gazmen Mehmetaj, të Timës, Him Haradinaj, njëkohësisht të gjitha familjet e dëshmorëve, pashëftarët e gjallë, invalid, jam i nderuar që qëndrojmë kështu bashkë edhe pse në këto kushte, me ushtrinë tonë që i kemë prezent, me misionet tona, gjitha niveleve, po edhe me shumë vëllezër e motra që kanë ardhur nga viset ndryshme të shqiptarisë edhe ju falenderoj gjithë. Non edhe të gjithë ju, Suzan, është nderë kur bashkohemi kështu me i kujtu Tiranë për liri. Me pak fjalë për me nderu këtë ditë, ndodh me e shpjegue pse edhe kjo ditë kështu si erdhi. Diku 93-94, disa formacione ma elite të UÇK-s po numër të vogël, fillon me ju përgjigj presionit, terrorit të regjimit Miloševićit me sulme të befasishme, me prita në vend stacione, vend komanda, edhe kësi shoj pra gradualisht u kryua një dileme madhe në Kosovë se kush po lufton, edhe pse po lufton, kush po e sulmon atëre Jugosllavinë, regjimin e Miloševićit, forcat e tij. Me janar, që se dini, në 97, ndodhi një ngjarje e dhimbshme. Në prit u vra Zahir Pajazivki, Hakim Zenullau edhe Edmond Hoxha. Një pjesë e madhe e jonja në UÇK në atë kohë, të gjitha niveleve, e ndjen për obligim me nderue pra ranjen e këtyre bashkëtarëve të zotë të menuesve të UÇK-s me aksione të një shkallë më të madhe, të një dimensioni më të madh. Edhe i bëm përgatitjet në mënyrë më të mirë, po na ndodhi ajo që pak prej nesh e kemi prit
në një organizim tillë hasën prit të ushtrisë së Jugosllavisë të hershme, duke ardhur në Shqipëri në qafmullar, me herojt që tash i nderojnë, me Femin, me Gjevën, me Ilas Kodrën, Abedin Rexhen, Luanin, Ganin, edhe Rafet Ramën, edhe Mislav Droqin, edhe unë pjesë tyre, pra ishte një organizim më i madh, në ndërim të asaj sakrifice, një mbështetje për komandantin legjendar Adem Jashari për u çkan Kosovë. Një po nuk shkoj si duhet, në atë prit u vra Luani, u plague Rafeti që dini, edhe në mur kohë, deri në vjeshtën ati vitin shtator natë 7, që të mërim me i gjenerue ato mundësi që keshim për një aksion përgjithshëm që boni UÇK-ja në gjithë vend. Aksioni shtatorit. Edhe pse ky aksion pra me vështirësi të madh e ndryshoi dimensionin e luftës, po ende ishte lufta godit tërheku pra një lloj përballje guerile. Likoshani e Qirezhi ishin ngjarje të dhimbshme. Ato ndohen në fillim në autotjet të shkurt, që që dini, edhe ato në një mënyrë e dërguan një porosi se lufta po hyn në fazë re, por ju siguroj ndryshimin e luftës tonë, edhe rrjedhat e kësaj lufte, edhe në përgjithësi pastaj që do ndodh, e përcaktoi komandanti ynë, legjendar Adem Jashari, familja Jashari. Lufta atyre, sakrifica atyre, rezistenca atyre, deri në flim të gjithëve që ishin aty, na i heke dilemat. Nuk na la zgjidhje tjetër përpas të luftojmë edhe ne deri në fishekun e fundit, edhe në njeriun e fundit. Pas kishim rrugë tjetër, duke ditë se do të përballemi së shpejti, po me atë forcë, pra që sulmoi Asad, ne e bom një ndryshim në strategjinë tonë. Pra, nuk ndryshum në qëllim, do të luftojmë dhe në fishekun e fundit dhe njerin e fundit, po e ndryshum strategjinë e luftës. Që i vjen, ne e bom një plan taktik të kundërpërgjigjes, por jo statike. Ishim sulmum në shtëpinë tonë, Dauti ishte pari që u përballë me ta, dhe me njëherë në hapjen e luftës frontale, forcat serbe, kishin në vijën e parë zjarrit, njësit këmbësërisë, kombinuar policie e forca tjera, po me njëherë sjellën njësit mjetëve të motorizume, praga si kem qujt një topa 20 mm, e i kishin afër, pra i kishin rrethin e dytë, dhe pashtu mbështetje nga ajri me helikopter, me kaliber 12.7 mm, që në atë kohë, pra, ishte një përballje, ndryshe thone para e tillë në këtë zonë. Kundërpërgjigja jonë, pra, planin e kishte, përballja e parë, punë shtëpinë tonë, aty ku ndodhi, për një periudhë rreth ndoshta 2 orë, kemi rezhistuar në shtëpi. Pastaj kemi marrë vendim që me u ndan 2 grupe, nana, Suzana, edhe fëmijët e vegjël në atë kohë, Valbona, Antigona dhe Toni, me marrë një drejtim për me ikë nga vend luftimi, mu largu, mu liru civil, dhe tim qaptejt, ndërsa motra e madhe Mema, Hilmia, Shkënzeri, Dauti, Frashi, Enveri, kemi vazhdu bashkë. Në ndërkohë, kemi bashku me Bujarin, Rasimin dhe kujtimin nipin tonë, kujtim Zheneri. Dhe në qëndrimi dytë ka ndodhë në trollin e vjetër tonin, po jo më të vjetër, një në brek, në shtëpinë e Basmajle dhe shtëpinë e Rasimit. Aty kem qëndru dhe një kohë shkurt, po presioni i zjarrit forcave serbe ka bët pa mujshme me vazhdu. Duke qenë që pra ngadalisht ne edhe në zvoglojke municioni, kem vendosur me u shpërnda në disa pika, pikat e shkajshme Gllogjanit, por nuk kemi arrit, edhe i vendos në shtëpinë e Shaçerimaj, në shtëpinë e Zeq edhe Ibrahim Stas, në shtëpinë e Xhafar Drisë dhe Islam Hasanit. Aty kem qëndruar gjithë ditën presionit të forcave serbe dhe zjarrit. Për fat keq, bashkëtarët tonë
nga Zhmeli, Agroni dhe Hima, nuk ishin në këtë rrethin e parë. Ata ishin në rrethit parë edhe rrethit 2. Duke ndodhur presion zjarrit, ata i dolën në ndihmë fëmijëve, nxënësve, shkollës tonë, që ishin rrethuar prej forcave serbe. Edhe ata ranë prit, nga Zhmeli dhe Agroni, ka ranë vdiqën me njëherë, Hima i plagum, në rëjet një ditë ma vonë. E shpjegova këtë për mi ju të regu e paka shumë, se që nga e neshëm ja, tra, u qëkëja vizatroj Glogjanin, shumë njerëzërën, nga ndryshme të Kosovës, edhe kësisoj në Glogjan, e filloj një zonë e lirë, filloj një bërthama u qëkësh, edhe një poroshi që u thamë në drejt, se ne do të mbeshim këto, do të luftojmë edhe do të fitojmë. Ju lutem, nuk kanë qenë ditë leta nga 24 mars 98 e deri në 24 mars 99. Shumë bashkëluftarë zot u ndonë nga ne. Shumë civil u vranë, djegje, shkatrime, momente nga ma dhimbshmet e të vështira. Por ditë më të mire, më të madhe, shqiptarët nuk kanë përjetuar në historinë e vetë, se sa 24 mars 99. Në atë kohë, NATO e prime prej Amerikës, hyni në luftë. Edhe hyni duke sulmue armikun tonë, forcat e Miloševićit, regjimin e Miloševićit, duke bombardu atë edhe tu në vend luftime, që më njëherë në kryoj e përsi, por duke bombardu edhe në Beograd. Kjo është e vërteta e historisë tonë, na ka pa Zoti atë ditë, se pa atë ditë, do ta kishim vështirë me emri këta që gëzojmë sot. Ta nuk bëja thot dikush që e ka pa pelar luftën. Ta bëja thot dikush që asë një ditë luftës se ka lëshu vend luftimin. Asë një ditë të luftës se ka lëshu vend luftimin. Që ka pa njerëz të luftu, këtë në kom e të radhe shmorë. Edhe në di sa të rima jem na shqiptarë. Se i kom pa të rima, në ju konë me të rima. Por, është mallkim, ma në men, është mallkim. Nëse na vetë lavdrohet, e harrojmë nimen e atyne që na kanë epë në kohën mas shtirë tjetës tonë, kur jeta jonë ka qenë rrezik, ndihmen e Amerikës. Është mallkim, me arre kratë njëni tjetët, me thonë se s'kem nevoj për kërkon, se na vetë e rujmë vetën, e rujmë lirin tonë, e mbrojmë Kosovën, e mbrojmë kufinin, e mbrojmë Veriu. Nuk është në rregull. Na keme bo krejt, dhe në fishekun e funit e tjetët funit, për këtë vend. Por mos harroni për me mbrojt vendin në interes tonin, e tjetës tonë, ne kemi jetike aleancën me Amerikën, jetike. Kush vetë lavdrohet, kush mburret, kush kujton se është shumë i Zotit, ta dini që nuk është me këtë vene me këtë popull. Ta dini se Shërbej 24 mars 99. Edhe ata tjerë të huj, që na rejnë krahun, e na hojnë bravo ju kohë, s'kini nevoj mo ju. Qofër Amerikën, qofër tjerë. Ta dini që nuk na dojnë dmirën. Kush e donë këtë vend e këta fëmijë, duhet të arrunë si sy të balit. Aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të arrunë si ditën e 24 marsit 99. Duhet të arrunë se si kurse e dini, ka shumë lëvizje e po lëviz bota. Për fat mirë për ne, s'ka lëvizje. Për ne, bota së të shakur. Për ne, busolla jonë është Amerika, në të lëvizjin tjetë ka të dojnë. Ne nuk lëvizjim, ne dim kush jem. Pse që taktohen në një ditë që kjo, ju lutem, ne do t'i qëndrojmë vendin tonë besnik. Ne do t'a mbështesim vetën, do t'i mbështesim shqiptarët ku do që janë. Por asnjëherë nuk do t'a amnistojmë ata që do pësojnë fuqinë tonë të mbrëmshme dhe aleancat tona. Kush do qofshin, nga kush do arshin, çfarë do detyre që kanë. Ata që do pësojnë aleancën me Amerikën edhe me NATO-n, me sigurinë tonë, ta dini që nuk i kemi tonë, nuk janë tonë. Tani,
unë jam optimist se ditë më të këqija na ka ndihmu Zoti. Edhe 24 mars 99 na ka ndihmu Zoti, unë jam optimist që ka na ndihmu Zoti në çdo etapë që kem para, edhe kemi dalë faqebarë e fuqiplot, edhe kemi jo vetëm u bua antar të NATO-s, po kemi u bashku me ushtrit e paqes si na takon me zhvillu ekonominë, mu integru në mes veti shqiptarët në Ballkan, e pse jo edhe me gjithë tjerët me bashkëpunu e me i taku BE-s e me eshë për para, andaj nga ky vend edhe një herë ju falenderoj gjithëve i përjetshëm kujtimi për Tran, për liri, rnoft kombi shqiptar, rnofshin me shton, rnoft Amerika. Jetoj në Gjermani që 20 vite, edhe sot mora pjesë në këto homazhe të varrezat e dëshmorëve që ja kemi me borxh, ja kemi me breza, ja kemi me borxh që t'i nderojmë edhe mos i harrojmë kurrë. Kam qenë, si me thonë, një organizator atje në Gjermani, ata shokë që aty me shokë kemi bërë organizimin, tesha ushtarake, pare, financimin nga diaspora, kur e ka kërkuar koha po. Qeniorit e mëjtë flamurin këtë shi, ka ku vullnet kjo dashni për... Kjo është minimumi që ka mundë na me bo, kjo është minimumi. Edhe mos i harrojmë. Ajo është shumë e rëndësishme mos i harrojmë ata që dhanë jetën, ma të shtrajtën për liri. Lavdi dëshmorëve, lavdi e përjetshme. Që që kujton 24 marsin në atë botë kur nisën luftimet pas jasharajve edhe të duka Ishte një diçka e papritur, ishte diçka nuk dishim as vetë ku, çka, ishim farë trubullire, i parë edhe ishim mërgim atër ishim, edhe me gjitha shokë, me gjithë që ishim atje në mërgim, edhe na fillu më bo pjesë e financimit, fondit Veldinja, thretet gjithat organizimet, po diçka për ne është si ditë e shejtë është, edhe mos i harrojmë, mos i harrojmë. Ju kujtoj se edhe për ndryshje jam edhe nipi tyne. Nipi tyne? Po, nipi Haradine jam. E i kujtojmë, aja ditë ishin ditët mëshme. Domethënë ishte si thuje gati identike me ngjarjen e jasharëve. Edhe këto dy familje kemi emblema, domethënë të lirisë. Mos i harrojmë se po kjo ditë e ka një munges vetën e ka. Kjo ka një munges pas lirimtarët, domethënë që i kemi në Hagë, pa drejtësisht se po gjykohen, është gjysë fese për ne këtu. Po t'ishin ata këtu ish plot edhe shpresoj sa ma shpejt të kthehen, se këtu 3 germa këtu që i baj janë 3 germa shejta. Vazhdu edhe vite të tjera? Pa tjetër, pa ndërprej. Të njëtën pa ndërprej. Me shlirimtari deri në vdekje.